Sahih al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar vëllezër dhe motra, mirë se erdhët në takimin e radhës në komentimin e haditheve të Imam Bukhariut, Sahih al-Bukhari, respektivisht në kapitullin e imanit, tek hadithi i 19, bab min ad-dini al-firaru min al-asad. Hadithën e 19 të këtij kapitulli, ku Imam Bukhariu titullon me emrin prej feje është ikja nga sprovat. Prej feje, prej dinit, është ikja nga sprovat. Edhe se hadithin e Abu Sa'id al-Khudriut radhiyallahu anhu. Këti sahabiu prej sahabëve të mëdhej. Pak biografi të shkurt për Abu Sa'id al-Khudriun radhiyallahu anhu, e pastaj flasëm për hadithin dhe qëllimin e kuptimin e dobitë e hadithit. Abu Sa'id al-Khudriu, Allah e pas më shëruar, radhiyallahu anhu, është i biri Malikut, pe ensarve, fisit e Khazraj, pe Medinës. Është pe djetarve të mëdhej të sahabëve. Konsiderohet pe muftive të Medinës, që ka dhënë fetva në Medinë, siç e quan Imam Dhahabiu, apo siç thot Imam Dhahabiu. Abu Sa'id al-Khudriu thot, në luftën e Uhudit, babai Maliku më morë për dorë dhe me qaj tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për më marrë pjesë në luftën e Uhudit. Në këtë kohë kisha vetëm 13 vite. Pejgamberi më shikoj, vazhdoj të më shikoj trupin tim, e pastaj tha, kthejeni, dhe më kthyen, dhe nuk më lanë me marrë pjesë në luftën e Uhudit. Më pas, nga lufta e Hendekut e Tutje, thot ka marrë pjesë në gjitha luftrat. Nërsa babai i tij Maliku ishte vrarë në luftën e Uhudit. Abu Sa'id al-Khudriu, që emri i tij ishte Sa'd bin Malik, tregon se kur na vra babai në luftën e Uhudit, shkova te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me jetima ky vogël, shkon te pejgamberi alaihi salatu wassalam për me kërku prej tij diçka me na dhënë ndihmë se na met jetima. E pejgamberi tha, men istagna agnahu Allah, wa men ista'affa a'affahu Allah. Kush mjaftohet me pasurinë që ka, Allahu ka me bot pasën, ka me dhënë pasuni. E kush përmbahet nga lypja, Allahu ka me pasurua zemrën e tij, shpirtin e tij. Dhe tha ktheva, erdha në shpirt. Konsiderohet prej sahabëve më të dijshëm, qetësakëm edhe më lartë, dhe nga ata që më së shumti kanë transmetuar hadithe nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ashtu siç ka transmetuar nga Abu Bekri, Omeri, Osmani, Aliu dhe sahabët të tjerë. Dhahabiu thot, musnedi, pra transmetimet e Sa'id bin al-Khudri radhiyallahu anhu arrin në 1170 hadithe. Vetëm në Bukhari dhe Muslim ka 43 hadithe. Në Bukhari dhe në Muslim. Ndërsa vetëm të Bukhariu pa Muslimin ka 16 hadithe. Ka vdekur në vitin 74 Hijri në moshën 64 vjeçare. Tani shkojmë te hadithi të cilën e cek Abu Sa'id al-Khudriu, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Yushiku an yakuna khayra mal al-muslim ganamun yatba'u biha sha'af al-jibali wa mawaqi al-qatr yafirru bi dinihi min al-fitan. Do të vjen një zaman, një kohë, kur pasuria më e mirë e muslimanit është një kope,
një tuf delesh, ka pe delesh, të cilat i runë në malë dhe kërkan bari kullosa për dele, her me kodrave e her me skodrinave, loginave poshtë. Yefirru bidinihi min el fiten, ik prej fitneve me rujt dinin e tina. Kë hadith konsiderohet për haditheve shumë të rëndësishme, të cilat u atërhiken vrejtjen muslimanve. Se mund të vinë kohra të turbulta, që në terminologjin fetare i quajnë fitne. Kohra të turbulta, fitne. Së dyti, për në të regon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam qysh më gjindë robi në atë kohra të liga. Qysh më gjindë robi. Andaj haditha është shumë rëndësi. Sahabët, radiallahu anhum, kur e pranuan islamin, e përqafuan Koranin dhe Sunetin, që ka ndodhi? Iken prej kufrit, prej shirkut në islam dhe përqafuan dinin e Zotit, për me rujt dinin, për në fitu e knasinë Allahut. E që ishte hadithi me hershëm, i Ubadit ibn Samit. Ndërsa kë hadith të tani, të regon gjithashtu për ikjen e njerëzve, largimin e njerëzve, muslimanve, nga fitnet, sprovat, në kohrat liga, për me ruajt dinin. Pra, pejgamberi, se i shpallër, inspirua për Zotit që vjen të shpallë, si njëri që vjen të shpallëja, për dinë se do të vinë kohra të randa, të liga. Fitne, është për qëllim fitne në fe, në din, ku njeriu në çështje të fesë, ku njeriu nga njëherë atë shumë ka turbullira, të quajmë kështu, mjegullira, ku e ka vështirë me dallue të vërtetën prej të dëshimtës, apo nga njëherë edhe prej të pavërtetës. Nuk e ka lehtë, e ka vështirë. Runa Zot përhapen lloj-lloj ideologjisë. Ideologji të ndryshme. Njani thot ashtu, njani kështu, njani ashtu, o Allah, kush e ka mirë? O Zot jam, cilë të kënë, kush e ka mirë, ku a haku? Cila është e vërteta? Se pëtut në dini tem, për pasaj dikend, e bo akia Zotë nuk e kënaqën me mu. La ilaha illallah hupi dinin. E sani më i shtrejtë të muslimanit cili është? Sani më i shtrejtë është dini. Dini. Ka thonë fitnes prova. Në hadithe tjera, sepse kë flet prap për fitne. Ma vojnë më Bukhari, flet atje për fitne. Por këtu ka desh me lidh me iman, për më rujt iman, për ata ka cik këtu. Vende tjera është cikur fitne, sikur se rësirat, migullirat, ku njeriu edhe nëse din rrugën e drejtë, din cila është, por gjatë rrugtimit, ka mundësi me hup, me deviju, me ram pru, në prrock. Pra, mundësia me qëndrue në rrugë të vërtet, është shumë e vogël. Mundësia me deviju me ra anash ose majtas, djaltas ose majtas, është shumë e madhe. E që bie mundësia runa Zot me ra në dyshime, apo edhe gjëra më të rënda është e madhe, dërsa mundësia me qëndru në rrugë Zotit, është beg i rrezik. Rreziku e dini. Gati të shemi këtë kohë ne, e mos të harrojmë se
të shku prej kiametit, të ardhë kohra halemat liga. La ilaha illa, a pesheni këtë zaman, o të dashëve të mi, a shofëm në këtë zaman. Se si janë shëndruar antivlerat në vlera. Marrja është bo vlerë. Marrja, sani që bëhet, që marrë me ba, që kanë marrë me ba, e marrë me thonë, tash është vlerë. Tash është vlerë. La ilaha illallah. Që hem të pritna, e që kena prit, e 20 ditë që presë male. Në sen që të ka ardhë, marrë, me ba, edhe me folë, para kujt do të qëndre, se është vlerë, me thonë para dënjas, me thonë medja. A nuk ka konë marrë madhe, me dalë bia tona, gati që ka falë Zoti. Ne me 2 plamë, 1 plamë tesha. Që të vajzat tona, sëtë me këthi para 30-40-50 vjetë, s'ka qenë marrë me dalë para babës, para vlaut. Sëtë del para dënjas edhe vlera, edhe konsiderohet vlerë, krenare. Fjallët e pista që folën sëtë, la ilaha illallah. Nga ana e fitimit pasunis atje. Robi, qaq shumë nga njërë hutohet, sa që dëshënë pasërin e vetë kuku për mu. E kam këtë pasëri halal, a haram, e mës për shqith minë me këtë pasëri haram. Pra vlerat bëhen antivlera të bëhen vlera. E rëndësishme, në kohërat fitneve, pa pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, çka me bëhe robi? Pa ndoshta vjen një zaman, ku më së mirë të për robin, ndoshta edhe ka një rëzgjidhe e vetme për te, pasënje me mirë e tina është me dalë malë. Me marrë një kopi delesh, me rujt delet malë. Me lyp ku ka kolosa djath majt, me nejt me hajvan. Se me insan nuk ka pun me nejt me insan. Nuk ka pun me nejt me insan kuku për neve, o prish dynjaja. O prish dynjaja, e këtë malë. Në rrë dele, rrën malë rrujt dinin e Zotit. Rrujt dinin e Zotit, se hajvanis të aprish dinin, insanit të aprish dinin poshtë, qëtet, të aprish dinin. Për ata në fund për thot, i e firru, bi dinihim në lfeten, ik, me dinin me fene vet ik, për me rujt pestro, pra mës me rëzikut dinin e vet. Mirë. Pra, në kohëra të ndishme, ku njeriut e rëzikohet feja. Qfar dohet dhe prej aj? Tash është pyetje shumë rëndësishme. Të bazon këtë hadith e tjera, ulemat kanë thonë, si Lajni Hanefive në Umdatul Qari dhe ulemat e tjerë. Nëse njeriu në kohët fitneve njëherë, nëse njeriu ka frikë në fejnë din, më mire për te, që pëtë hadithi, vërtet, me dalë malë, edhe pasin një me mirë është një të vdelësh. Pra, ka jetën me hangre e pi, se shtrit dorën kërkon, bëllë ka për vete, që atë grua se ka në ka me vete, dhe bëjnë që ka dojnë të tjertë. Kjo pasin një me qmushme, për dënja me hangre e pi, dinin e runë, elhamdulillah, elhamdulillah. Por, nëse është i fortë në din, prapë në kohët fështira të fitneve, ma mire me najtë. Për mi përbalue, mi kundërshtu këtë fitne, mi avë të rek njëzve vrejtjen, se që është puna e ulemave, puna e njerëzve të dishëm, të menqëm, të devatëshëm. Nëse ta e lëshojnë, dënjaja prish, kanë metë pak burra, pak gra, pak motra, vlazëri që janë të devatëshëm, janë të dishëm, janë të qëndrushëm. Pa dhe ta me lëshu qatë vend, atë është me lëshu to ka mo. E kush mi avë të rek vrejtjen të tjerve, kush mi thonë dzezës dzezë, e të bardhës të bardhë, kush mi thonë të keqës e keqë, smetit as kush. Andaj në kësa rasta kanë thonë ulemat, nëse ai është e sigurt vetë vetën e vetë,
që nuk bien sprova, nuk bien fitne, dhe ka mundësi me ndryshu, me të rikëvejt e njerëzve, më mirë është për të me nejtë. Por, nëse nuk ka kohë fitne, nuk është kohë fitne, nuk rrezikohet dini. Fitne ka gjithmonë, por nuk rrezikohet dini aty. Nuk ka fitne të mëdha që rrezikohet dini. Megjithatë nuk shton fat fitne. Ama mirë është prapë dal njeriu në mal, e me rujtë delet, më marrë me dele, apo me qëndrua me njerëz. Imam Nevaviu, në Sahihul Muslim, thot, si mbas Imam Shafiut dhe shumica se ulemave islam, është më mirë me u përzi me njerëz. Ani pse njerëz nuk janë tanë të hajrit, ani pse ka për njerëzve që janë të këqij, ani pse ka fitne dhe sprova, ani pse ata dinë me të bëhe dhe keq. Por hajri malë që bëhet me njerëz nuk bëhet në malë atje. E janë isë në mëran. Thot, kur je me njerëz, kuj mërë sevapët e cilat e kije sikur se kurrin me njerëz, urdhëron për të mirë, dalën nga e keqja, ja mësën dikujna hajrin, ja të rikëbrejtjen për i sherën, mërë pjesë në gëzimet njerëzve, mërë pjesë në hindërimet njerëzve në ngushllime, mërë pjesë në varrimet njerëzve, mërë pjesë në për xhamia në xhamat me njerëz. Po këto sene, kuj gjonë? Në malë. Pastaj nëse ke pasuni, i gjindesh fukaras, e këshillon dikan, e mëson dikan, i ndihmon dikujna, bën sabër ndaj dikuj. Këto janë sene të mëdha. E pejgamberi me hadith ka thonë sallallahu alaihi wasallam, el muslim alladhi yukhalitu an-nas wa yasbiru ala adhahum khairun min alladhi la yukhalitu an-nas wa la yasbiru ala adhahum. Muslimani i cili përzihet me njerëz dhe bën sabër ndaj të ligave tyne. Këtë shan, këtë injoran, këtë fyn, këtë nënçman, këtë ndoshta të bëzullon. Por të bën sabër ndaj tyre, përzihesh me ta dhe më sabër ndaj tyne. Ky musliman është më i mirë se sa ai i cili nuk përzihet me njerëz dhe nuk bën sabër ndaj njerëzve. Duhet me jetu me njerëz. Andaj, mesetare e kësaj në krejt, apo që ka me kuptuhe, se krejt këtë qështje ndërlidhet drejt për së drejti me personalitetin e njeriut të individit. Nësa është i ligën din, ka rrezik me ranë fitne, për të është më mirë me dalë malë, sa i më izolu për njerëzve. Po nëse është i fort në din, dhe ka kapacitet të mundësi, me ndryshu gjanat, me atërhek vrejtjene, me bë sabere, me përmesu, me përhap lera, me përmesu shëqërin, me mirë është për të menajt. E me bë saber, e Allahu, e pagun dhe nështë e bënë zotë sebe për shkaktar për të ndryshuar gjendje, sepse gjendja ndryshon nga mrenda, duke ndryshuar njerëzit e mirë. E jo të këqithë, që nuk e ndryshojnë për së mirë, por ndryshojnë për së keqë që bëjnë hala ma keqë. Nga keqëja, në një të keqë më të madhe. Ndërsa të mirët, nga një keqë, me shëndru një të mirë, a pas pakët të keqë në madhe, me zbe, me shëndru një të keqë më të vogël. Në njerëz të mirë ka hajrë, njerëz të mirë do të përzime shoqëri, ama do të me bë sabër ndaj shoqërisë. Këtë mesele, atë sa kam lexuar më se shumëti, e ka detajuar Imam Gazaliu në librin e Ihya Ulumuddin. Sepse ai ka qenë për aty që vetë o izolua për 11 vite, Allah pas më shiruar, dhe ka folë për këtë mesele gjatë, me gjatë se çdo kusht tjetër para tina dhe mas tina kujtoj. Po ka folë edhe ulemat të tjerë, Allah i pas më shiruar, pas tina. Por kjo është ai pare dhe që mas shumë të ka cekit mesele, dhe raste se çfarë do të bëjë njeriu, pastaj krahazon cilat janë të mira. Tani më është reale e punë. Ka të mira se një rrin mal sepse bën dhikr, sepse bën dua, sepse nuk merret me të lashët njerëzve, merret me të lashët e veta. Si puna i të kafit, mediton vetë që ka komplet, kohën e kanë në dispozicion komplete, e planifikon vetë, e koordinon vetë orarin e kohës se kur më fal natën, kur më xhirua, kur më hor drejt, kur më hor darkë, kur më dal me hece, kur më ruaj delet, e ka programuar. Ndërsa kur jemi njerëz kohën ta hajnë njerëzit,
Pra ajo kur vet ka të mira, kjo kur je me xhamate, me shoqërinë me popull ka të mira. Ta na këtë cek Imam Gazaliu dhe thot Allah alem që varet pe personalitetina, por ai që mbet rëndësishme për neve është Allahu, me lut Allahun, me qenë kujdes, me lut Allah na ruaj prej fitnave së provave, Allahu na ruaj dinin ton ya Rabbel alamin, dinin është gjithçka. Rujtja e dinit është mbi çdo gjë tjetër, Allahu na ruaj dinin ya Rabbel alamin. Dhe deri në takimin e radhës, në hadithin e radhës, i lejmë në emanetin, bëshirën, për kujdesin e Allahut. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.